Përshëndetje miq, atëherë jemi live sot në qytetin e vogël të Belshit. Pra kjo është liçeni i Belshit. Unë do të përshkruaj të gjithë pjesën e buzës liçenit, diku aty është pjesa e qytetit. Ndërkohë do të vazhdojmë gjatë gjithë pjesës së bregut të liçenit, sepse aty është bërë një pedonale, është shumë e bukur për këmbësorët dhe për bicikletat. Ju përshëndet gjithë ju që sillni komente dhe jeni aktiv në këtë live stream. Atëherë vazhdojmë rrugtimin. Kemi një kënd të vogël lojrash për fëmijët. Është një ditë e bukur sot këtu në Belsh, dhe për efektin e bukur që të jep prezenca e diellit, mendova të vija këtu sot. Pas rekonstruksionit që është bërë këtu së fundmi, këtu ka një prezencë shumë të madhe të turistëve, më tepër kuptohet turistë shqiptar, por edhe të huaj kam parë që vinë shpesh këtu në Belsh. Është gjë e mirë kjo për zhvillimin e zonës. Shikojmë që pasartia është shumë e mirë, stolat janë të mirë mbajtur deri diku. Si të shit kemi edhe kazan për mbeturinat të vendosura.
Tashmë po afrohemi qendrës së qytetit. Belshi është një qytet i vogël, i cili është në qendër të Shqipërisë. Gjithmonë këtu vinë njerëz për turizëm. Njihet si qyteti që është qyteti që ishte menduar për të bërë kryeqytet i Shqipërisë. Por nuk e di arsye se pse. Por gjithmonë është folur që ka qenë planifikuar që qyteti i Belshit të jetë kryeqytet i Shqipërisë. Flas vite më parë, kuptohet. Përshëndetje panu, mirë erdhe. Malboro, përshëndetje. Përshëndetje, a jeni mirë? Si kaluat? Të dalë? Përshëndes gjithë personat që janë në këto momente në live stream. Mua nuk më shfaqen të gjithë komentet, kështu që kushdo që ka hyrë në live stream e përshëndes. Përshëndetje, si kaluat? A jeni mirë? Mirë.
Qyteti i Belshit është një qytet mjaft i qetë, me njerëz shumë bujar, por ka dhe gatime tradicionale në lokalet të cilat gjenden afër qytetit. Rekomandoj njerëz që të vinë ta vizitojnë Belshin sepse është një qytet shumë i bukur, sidomos në periudhën e pranverës. Tashmë është pak freskët fatikisht, por në pranverë prezenca e turistëve këtu është shumë e madhe. Unë vi shpesh këtu sepse jam afër zonës dhe gjithmonë që vi kam dëshirë për të ardhur sërish herë tjetër. Do t'ishte bukur sikur të funksionon edhe këtu shatërvanët. Si gjithmonë e njëjta histori, nuk shatërvan ka, por ato nuk funksionojnë. Do doja të afrohesha pak tek busti i Sami Frashërit, i cili mos gaboj është punuar nga artisti Fiqeri Kasa. Është një artist i zonës i cili ka bërë shumë buste dhe monumente për herojt tonë kombëtar ose për shkrimtar të ndryshëm. Është i njëjti person i cili ka bërë edhe monumentin e Gjergj Kaserës të Skënderbeut, i cili ndodhet në Labinot. Përshëndesim Fiqeri Kasën. Vazhdojmë rrugtimin tonë. Pra për ata që sapo janë futur live stream, ndodhem në qytetin e Belshit. Edhe pse është dimër, gjelbërimi deri diku ekziston, është ende. Siç e shohim nga pamjet, çdo gjë është e pastër, çdo gjë në vendin e vet. Ndjes për personat të cilët kanë shkruar dhe nuk po i përgjigjem dot sepse komentet janë të shpejta dhe me kalojnë. Ka shumë pak njerëz shëtitore, sepse është ftohtë, është freskët. Siç e shohim edhe niveli i ujit është rritur shumë këtu. Pra është shumë afër niveli i ujit me pjesën e betonit këtu. Shpresoj që mos ketë rritet nivelit, sepse i bie që kjo pjesa këtu të përmbyllet në ujë.
Pra është shumë afër, si që shohim nga pamjet, besoj është 20-25 cm, jo më tepër. Pra është menduar bukur, kemi shkallët, por kemi edhe pjesën ku mund të zbresin persona me aftësi të kufizuara, me karroca ose me mjete të ndryshme elektrike. Këtu kemi edhe mjetet ku turistë ndryshëm i marrin dhe bëjnë xhiro për gjatë pjesës së liçenit. Soja, ne? Njerë që të bëjnë, ja, të puna. Po jo anet, dole ka kartina, apo jo? Kartin prapë. Tashme do të përshkruajmë të gjithë pjesën shëndetare së Buzëliqenit dhe do të rikthehemi sërish deri në qendër. Aty do të bëjmë dhe mbylljen e live streamit. Shëndet. Qyteti i Belshit ndodhet rreth 30 km nga qyteti i Elbasanit dhe ka një popullsi prej 33.000 banor.
Është pak freskët sot këtu, temperatura është 6 grad. Gjithsesi është një ditë e bukur, duke menduar që jemi në kulmin e dimrit. Shikoj që kemi një numër lartë të ndjekësve në live stream. Kush dëshiron mund ta bëj shpërndarje live streamin. Por ju ftoj edhe ata persona që nuk kanë bërë subscribe të bëjnë subscribe në kanal për të qenë të azhurnuar me të gjithë punimet që unë publikoj aty. Në pranverë dhe në verë këtu ka shumë persona që shëtisin. Unë do të vi sërish, me kismet Zotit, të jemi mirë, do të vi sërish në pranverë dhe në verë, do të shikoni që ka shumë njerëz të cilët përshkruajnë të gjithë pjesën e bregut të liqenit nga qyteti, vinë për qarkë dhe rikthehen sërish në qytet. Si që pam edhe para pak minutash, në Belsh është edhe një, si mund të them, një anije vogël, por do preferoja ose do kisha dëshirë që të kishte sa më tepër varka të vogla, të cilët çuditërisht mungojnë, nuk janë. Dhe ishte shumë argëtuese nëse do ishin varkat e vogla, siç janë për shembull në Drilon, në Volorek. Mendje e lirë ka shkruar një koment. Unë po e lexoj me telefonin tjetër sepse në monitorin tim nuk shfaqen komentet. Nuk e di pse, por nuk shfaqen komentet dhe jam detyruar të lexoj komentet në telefonin e dytë. Pra, mendje e lirë shkruan, na tregoni restorantët dhe hotelet që janë aty sepse për arsye të çmimeve ndoshta. Unë nuk kam informacion për emrat ndryshëm specifik sepse nuk kam informacion kaq sakt. Nuk dua të gaboj në këtë pjesë. Por jam i sigurt shumë që çmimet janë modeste ose janë të përshtatshme në lokalet e zonës. Ndoshta në Google mund të shkruash Belsh restorant, diçka të tillë dhe mund të gjesh emrat e lokaleve ose restoranteve. Por për çmimet nuk kam saktësi, kështu që por jam i sigurt që çmimet janë të arsyeshme në këtë zonë. Migena, përshëndetje.
Nga personat që kemi në live stream, do doja t'ju pyesja kush ka qenë këtu në Belësh, edhe si është dukur Belshi. Do ishte mirë se këtu kishe përmak fatikisht se fëmijët edhe mund të rrëzohen duke lozur. Por gjithsesi është bukur. Pra ne kemi nisur live streamin diku këtu, sepse aty kam parkuar dhe mjetin. Po vim për qark liqenit. Po përshkruajmë gjithë pjesën e bregut liqenit. Dhe do të rikthehemi sërish në qytet. Pra është një distancë disi e konsiderueshme, si mund ta them, por është një udhëtim i bukur. Me ndje lirë të sugjeroj në booking mund të shikosh për hotele. Nuk kam informacion, unë të thash, nuk kam informacion të sakt për këtë pjesë. Do të pyes sa po të kthehem në qendër edhe do të marr informacion direkt në këtë live stream direkt. Kështu që do pyes dikë aty edhe do të kthej përgjigje. Viktor Vathi, përshëndetje, mi se erdhe. Nuk jam drejt fundit, jam drejt mesit live streamit, por mund të kthehesh pas në live stream, mund të shikosh videon që nga fillimi. Kemi edhe diçka që unë nuk do doja ta shikoja nga këto gjëra të bukura që kam parë këtu sot në Belësh. Për shembull kemi një pompë uji, si mund ta them, këtu. Është edhe një tjetër diku aty. Sepse nuk duket qartë, sepse jam në distancë të largët, por pra që nga kabinë elektrike do preferoja që kjo kabinë elektrike të spostohej. Për shembull, mendimi im personal do të ishte ja ku është vendi i lirë, perfekt fare, duket që është tokë, jo e xanon. Kështu që do ishte shumë mirë që kjo kabinë elektrike të mos ishte në këtë pozicion që është. Nëse ka persona që janë në autoritetet të zonës ose persona nga bashkia ku di unë, do sugjeroja që kjo të merren në konsiderat, sepse nuk është gjë e mirë që të shikosh tash këtë objekt duke llogaritur që është bërë diçka shumë e bukur këtu në Belsh. Pra këtu kemi lojrat, kënë lojrave, direkt majtas kemi një kabinë elektrike. Besoj se kjo duhet zgjidhet dhe shpresoj që të zgjidhet.
Kemi edhe diçka të ngjashme me Londrën. Por ky nuk rrotullohet, nuk xhiron. Gjithsesi është diçka kreative, diçka e bukur. Më pëlqen pjesa e vendosjes së koshave. Shikoni pra, i kemi koshat, i kemi edhe të veshur. Diçka e mirë kjo. Stolat duken në gjendje perfekte. Nuk e di sa do të rezistojnë kohës, por siç e shoh, janë solid, janë shumë të mirë. Bravo. Mendoj që audio dëgohet pak me zhurmë, por këtu ka filluar pak erë, ka shumë erë, kështu që ju urkoj ndjes. Mendoj që atëherë po vendos pak muzikë, sepse mendoj që ka pak zhurmë. Shpresoj që t'jetë sa më relaksuese edhe audio që vendosa, për arsye sepse ka shumë erë edhe mendoj që ka zhurmë në audio. Që po në ndjekin tash në live stream, nga cili qytet apo shtet i kemi ndjekësit. Nëse dëshironi mund të shkruani komentin. Gjermania, Greqia, Athena, New York, shumë bukur, New Yorku. Bosnia.
Pra kemi lënë Suedia. Kemi nga gjitha shtetet nëse shoh, edhe nga Europa, por edhe nga Amerika. Po është shumë ftohtë sot këtu. Nuk e di si dëgjohet me zërin. Po, lagja Tafan. Pra shohim që kemi objekte të reja të gjitha, janë vila 2 ose 3 kat. Pra është zonë në zhvillim kjo. Gjë e bukur, gjë e mirë. Pra ula pak volumin e muzikës. Po, ule pak volumin e muzikës, pra po thoja që kemi një zonë e cila është e zhvilluar mirë, kemi vila 2 ose 3 katëshe. Ka dhe shtëpi të vogla, por është një zonë e cila ka njohur shumë përpara kohët e fundit. Shumë djemë të rinj janë emigrantë dhe kanë sjellur të ardhura për familjet e tyre. Gjë e bukur kjo. Pra kemi një zonë e cila po zhvillohet jashtë masë vitet e fundit. Pra po thoj pak më parë për varkat e vogla. Këtu janë disa varka të vogla, por siç shihet janë të dëmtuara, janë të amortizuara. Unë nuk po flisja për këtë lloj varkash. Do ishte mirë të ishin varka siç janë në Drilon, Valorek. Do ishte shumë bukur që në pranverë dhe në verë këtu të shëtisnin njerëzit me varka të ndryshme. Pra këto janë të dëmtuara shumë. Janë të përmbytura. Përshëndetje. Si kalova, jeni mirë? Po bëj një video kështu direkt, edhe me pyesin. Ka hotele këtu për të qëndruar në Belësh? Hotele për të qëndruar ju? Po jo ne, ato që do vinë turistët, për shembull. Ka hotele? Ja. Përveç restoranteve? Jo.
S'ka gjë fare këtu. Nuk ka hotele, Pra ai që do të vi këtu, duhet vi këtu të bëjë turizëm këtu dhe do të shkojë në Elbasan për të qëndruar në hotel. Kështu i di. Hotel s'ka këtu. Për të hapur pika shumë. E di që ka për të ngrënë, po sepse kjo zonë quhet për Deri tani nuk kanë normal. Po, faleminderit shumë, kalosh e bukur. Pra, e morëm një informacion. Kësaj zone mungojnë hotelet, çuditërisht. Është gjuna që kjo zonë ka mungesë për të qëndruar për hotele. Unë sot e mora vesh vetë për herë parë këtë informacion. Si kështë e mendje e lirë me bëri pyetje për hotelet, kështu që përgjigjen e thash. Pyeta banorët. Këtu kemi edhe një fushë futbolli. Një mini fushë, do të thotë basketbolli. Aty më tanë kemi fushën e futbollit. Ndërsa kjo këtu është fushë voleybolli. Edhe futbolli sigurisht, sepse janë dhe porta poshtë. Nëse shohim, këtu kemi portën e një fushë e vogël. Kuptohet. Mendje e lirë me bëri pyetje për E Lauruçi, edhe unë kisha dëgjuar që ka diçka, por për shembull se për sa i përket bujtinave, por nuk kam siguri se ku janë. Kështu që nuk e di. Me sa di është një agroturizëm paja diku tutje, por nuk e di ka hoteleri aty apo s'ka. Do doja të afrohesha pak tek pjesa këtu sepse kemi edhe diellin përballë, perëndimin e diellit. Seferën, shumë larg. Seferën. Se di fare. Faleminderit.
Ela Uruçi mund ta shkruash emrin e lokalit ose restorantit ose vendit i cili ka këto bujtina, pa problem, sepse ndihmon edhe fansat. Drejton, faleminderit për komentin. Është një koment motivues, shumë faleminderit. Përshëndes. Panu, për momentin nuk kam video gati me makinë, por besoj se video radhës do të jetë Tiranë, Gramsh. Tashmë kemi arritur në pikën që unë kam bërë nisjen e live streamit, por i kthehem në qytet dhe aty do të bëj edhe mbylljen e këtij live streami. Faleminderit Ela Uruçi. Pra kemi perëndimin e diellit tashmë.
u kemi edhe bustin e herojit ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i cili është punuar nga mjeshtri i Fiqiri Kasa. Pra si që ndoqëm edhe më parë, këtu ishte mungesa e hoteleve të ishte evidente këtu në Belsh. Për shumë vinë turistët edhe nuk ka hotele. Ja ku kemi një objekt, me sa shoh është bosh, përse të mos ishte aty vendosja e hotelerisë, do të ishte diçka që do ta kompletonte turizmin këtu në Belsh. Por nuk e di. Pra si që shohim, tu ka shumë lokale, por tani është pak freskët, fatikisht edhe është ftohtë, të qëndruar jashtë është e pamundur, kështu që lokalet janë të mbushura tek pjesa e brendshme. Ndoshta në video nuk duket, por unë i shoh, brenda ka shumë persona. Përshëndetje. Për asë që shohin, kemi dhe njerëz të njohur këtu, sepse jemi afër zonës. U vi shpesh këtu. Po shikojnë mundësinë për të marrë një nga këto motorët, për të bërë një xhiro edhe me motor, të shohim. Po bllokoj pak zërin.
Pra mi që ky është qyteti i Belshit, me bukuritë e tij, liqenin, shëndetoren. U mundohet të pasqyroj disa pamje për ata që nuk e kanë vizituar këtë qytet. Ju sugjeroj ta vizitoni sepse ka shumë bukuri të rrallë, kështu që i them të gjithëve ta vizitojnë. Por sugjeroj që ta vizitoni ndërmjet pranverës, verës, ndoshta edhe në vjesht, sepse tani është pak ftohet fatikisht edhe është pak problem kjo pjesë, po gjithsesi çdo stin ka bukurinë e saj. Atëherë vazhdoj udhëtimin deri në qendër. Po vendos pak muzikën për arsye sepse ka shumë zhurmë kur lëviz me mjet, ka zhurmë presioni i ajrit, kështu që po vendos pak muzikë.
Pra miq të mi, kjo ishte video të cilën unë realizova sot këtu në Belsh. Do të rishimi sërish në një qytet tjetër. Besoj video radhë do të jetë në Gramsh. Gjithsesi shpresoj. Ju gjithsesi mund të komentoni dhe mund të sillni komentin tuaj cilin qytet do dëshironi ta shikoni në videot e radhës. Unë besoj se do të vizitoj të gjitha qytetet e Shqipërisë, por periudha dimrit gjithsesi na pengon pak. Shpresoj të shihemi shumë shpejt